A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Tash do vazhdojmë me derset e Shifai Sherifit të Qadi Iyadit, me qëllim që aty të drasa e kina shkrujt, miro me edit emnin fix të qitapit, të autorit, datën ne mora të dini s'ka lidhje, datën e kina në telefon, mirë po, si e mbarum Riyadu Salihinin, i murëm bereqetet për aty, tash inshallah dhe mundohemi të marim bereqetet nga ky qitap, dhe gjdo ders ta refreshojmë, si themi, ta rifreskojmë njetin, ta mendojmë mirë pse jemi të ardhë këtu, hargjojni vakët, Allahu ju shpërblef, ndajni vakët, se kjo bot valla i ka do obligimet, që njëni më tha parës hoxhot pash me do najlona, apo unë para dersi, a ven misafira në shpia kemi do obligime, mirë po, tham javën e kaluar, apo, kemi bo bie se të prem tëtë, kur dhe jetë dersi Shifai Sherif, verës me këtë orë, mes akshamit e njatësis, me orën e dimrit ma kolej, mas jatësie, ma pa dhe kemi qel, inshallah, pa kufi për para vaktin, unë e të prem të ndaj për këtë qitap, që t'jem muslimani këti qitapi, duhet ta njoh pejgamberin, dhe në përmjet këti pejgamberi të mbrini iman shumë të fort, që ma pa mos të mashtroj as dynjaleki, as kërcnimet se dëmbes ndoshta pa shoqni, ndoshta për tash si të bojmë unë e muslimani mirë, dhe duhet hiki pi asaj pune, kjo haram, ajo haram, jo, unë di përkushtohem rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë hoxha jem, edhe me mbet pa pare, edhe me mbet pa punë, me lejen e Allahut, neve nuk do të alam rrugën e tij sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë. Po, më duket jonë të hi, ani. Kur dhe hy njerës, kur dhe darin mos u asin, ani. Kam qif këtë qitap, ta lexojmë dhe ta ngjojmë me koncentrim të madh, dhe të mundohemi. E shejtani mund të hyjë në përmendime xhamat. E bashkë momentin më të rëndësishëm që vërtet mund jetën të ta ndrojë, nuk i dihet këtij qitapi. E një ngjarje e pejgamberit alayhis salam mund komplet jetën të ta ndrojë, ti bash në atë moment në teket, nesër e kom një termin atë, e kom një doktor duhet, lini ato. Këtu kur do hyjmë inshallah, keq kaputjet nga kjo dynja do i bëjmë, që parës bile me qëllim. E lishoj këtu dakikin ta shoh, që mos harrohem një saat e kusur me fol. Ama e në varlesin e ndala, e në internetin e në kitin ndala. Nuk du as mesazh as kur gjë që këtë një saat kur do flas për pejgamberin tim të dashur sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Ta mbajmë koncentrimin mirë, dhe njerë mund edhe nga lodhja të ta bere shejtani xhumin pak. Atë kote shku bashkë jo. Bile ma mirë është kanë thënë ulemat, halis që ti hapish syt, e në që këshu me gjithë koncentrim të ngjysh hoxhën. Bile kanë thënë, ta shikojsh hoxhën fytyrë, është sevap. Në këtë aspekt o sevap. Mo flasim se në kamerat qel, po parës pak bënë muhabet, jemi me grip, e me tesh, që shif njënit i rrënë, me tesh e në une, me mare në unë tash palomat, dhe jetë gjynatëm qëllën iftajr, se jemi pak të smont, ama në këtë kontekst, më thanë ta shikoj mirë hoxhën fytyrë, mu më hike asë një shkronjë nga ky ders, kam qef inshallah këtë ders, kështu ta përjetojmë, që gjithve të na ndikoje jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam në jetët tona. Dhe tham, hyrjen e bonëm javën e kaluar, ata që kanë mungu s'kanë hub kur gjë me lejen e Allahut, tash fillojmë me pjesën e parë të këtij qitapi, që Imam Qadi Iyadi thot se pjesa e parë ka të bëje me ta'dhim me respektin, me vlerësimin e Allahut xhelle xhelalu ndaj këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është el Mustafa i zgjedhuri. Nëse ka donjani emrin Mustafa pi këtu, ta dije se është llagapi i pejgamberit alayhis salam i zgjedhuri. Çfarë aspekti? Qawlan wa fi'lan. Me fjalë, do me thënë në Kur'an me ajete si e ka lavdru, në Teurat, në Injil si e ka lavdru, në qitapet semawie i thunë qiellore, po edhe fi'lan, vërtet në praktik, në jetën e pejgamberit alayhis salam kemi shumë mu'gjize, shumë mrekulli që vërtet e shohim se çfarë respekti, respekt kur themi tingëllon sikur njeri, do me thënë çfarë nderi ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillojmë tash. Qala al-faqih al-qadi al-imam Ebu al-Fadl rahimahullahu ta'ala. Ka thënë ky dietar i madh, Qadi Iyadi. Thot, padyshim është e qartë se çdo njeri që pak ka dije,
është marrë me këtë lëmi, me studimin e fesë islame, apo kanë gjuhë pak derse, apo ka kuptu diçka nga kjo fe islame, dhe kuptoje se me të vërtet Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë derë të madh, pozitë të nalt, do virtytet mëdhaja, sjellje shumë bukra dhe ngjarje shumë madhështore këtij pejgamberi të dashur, sa që thot nuk mund ta kufizojnë as shkrimet e as gjuhët. Për atyne thot, ka disa që kalon në qitapin e Allahut dhe kalon vërtet në tekste, do me thënë në Kur'ani Kerim, e ka lavdruar Allahu Teala pejgamberin, sjelljen e tij, edepin e tij dhe ibadetin e tij, madje thot e ka bë obligim për muslimant që ta ndjekin atë pejgamber në farze apo në nafile, dhe është ai Allah i cili e ka pastruar atë, thot, e ka lavdruar atë pejgamber, pastaj musliman që do të ndjekin atë pejgamber i ka shpërblyer virtyti më i madh i takon sërish Allahut, nga i kemi ardhur te ai do kthehemi, hamdi i parë dhe i fundit i takon Allahut. Janë do shprehje shumë bukura, arabisht o kur i lexosh duket sikur vjersh ka shkruar ky dietar i madh. Dërsa ka edhe do lëvdata tjera të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga ana e Allahut, të cilat Allahu na i ka bënë praktik me i pa, me sy me i pa. Ja, miraçi që i ka ndodh, apo mrekullit mes gishtave, nxori ujë, mrekullimat madhe se pamja ati, bukuria ati, fjalët e ati, e kështu me radh, nuk ka. Si kalon në një hadith, nga Hazreti Enesi radiallahu anhu transmetohet, se pejgamberi a.s. atë natë kur u çuan në Miraç, ja kanë pru atë kafshën e bekuar të xhennetit që e kishte emrin Burak. Tamam. Edhe kur ja tregojnë fëmijëve këtë, do me thënë, tregohet si një kal mushk që aty pari ka qenë me trup, askush më those, o Burak, të i e hajvan apo jo ashtu, tamam. Edhe këtu kemi në xhamat Burak, kjo është një kafshë ndershme e xhennetit, këtë nuk duhet ta krahasojmë me kafshët e kësaj bote. Do me thënë, se më kujtohet njerë, kemi shumë mesin ton Burak, apo njani më tha, hoxha po shumë palidh jo emën kalit ja vesh gjalit. Po nuk o emër kali kjo. Nuk o emër kali, kjo është emën Burak, dhe vjen nga Berk. Berk do të thot shkëlqimi i vetëtimës që e bën. Dhe pse ka hes shumë shpejt Buraku, e merr pe aty emrin, do me thënë një kafshë që hes shumë shpejt. Mirë. E ne këtu tash e bënëm atë pastrimin e emrit të vëllezërve tonë. Mirë. Ishte i lidhur dhe kur erdhi të hyp pejgamberi alayhis salatu wasalam bitë, filloi të dridhet, nuk ndeti rahat Buraku. Gjibrili alayhis salatu wasalam i tha, e bi Muhammedin tef'alu hadha, a Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja bësh këtë? Do me thënë riurt, mbi tyje që fema rakibeke ehadun ekramu ala Allahi ta'ala minhu, sepse mbi tyje nuk ka hyp askush i më i ndershëm te Allahu se sa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe me njerë në atë moment, ferfet dhe arakan, undal, mirë po nga respekti i madh, dhe nga mali i madh që e kish për pejgamberin alayhis salam Buraku, u djersua. Tamam, edhe kafshët, nëse këtë botë ka ndjenja, mund t'i shifni në internet dalin, e ka ushqy luanin si klish i vogël, zdia i thuhet luanit klish, po, e kuptoni bebe kur ka qenë, mas 20 vjetë rejtet ai luan, hyn kisi e rezikon, be hajvan nuk i dihet, be t'ka haru ku e dish, hyn në kafesin e ati, gjitha i luan shkon e lëpin e ngusht, i keni pa këto vit, nëse kafsha i ka këto ndjenja që është këtë dynja, Buraku i xhennetit sigurisht që ka më shumë ndjenja për më të dashurin pejgamber sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Çka do të na thosë Imam Qadi Iyadi me këtë hadith? Ja, me gjuhën e Gjibrilit është vërtetuar se më i ndershëm te Allahu është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Thot ky dietar i madh, ta dish se në Kur'an kalojnë shumë ajete të qarta që sqarojnë bukurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendet ky i zgjedhuri me shumë mirësi, me plot akhlake dhe sjellje të bukura, me respekt dhe nderim nga Allahu xhelle xhelalu, dhe thot këtë temë e kam ndarë në 10 nën tituj, kapituj, apo si do një thujni këtyne fjalëve. Tash thot kapitulli i parë, tema e parë thot. Fjalët që kanë ardhur si lavdrim nga Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar. Kjo dhe dersi i parë. Është një hyrje, do me thënë, qitab, pa nis njerë ngjarjet e pejgamberit, njerë të shojmë të Allahu sa vlerë ka xhemat. Allahu të përmende. Allahu të përmende dhe të mbushë atë Kur'an
duke të lavdruar. Sa vlerë duhet kishte Allahu xhel xhelal. Ma i vleshmi. Thot, me njerë numërni ajeti I parë që e ka shkruar ky dietar I madh është Surja Teube, ajeti 128, Esta'idhu billah, bismillah, laqad ja'akum, me të vërtet ju ka ardhur juve që Molla Aliul Qari, dietari I madh, që çki citapi I madh, që ndoshta për jashtë sunheci unë me këtë se mund të mdale policia, do thosë se ladë në oruzhi, ja gjithë kjo. Ulemat e mdhej ma para, hoxalarët tonë, këto citape, pse agris kjo? Pse agris? Pse është garavit? Kur thëmë shgaravit, shënime janë marë. Pse ka shënime në qosh? Pse ka mbaj derse me këtë citap? E ne hoxalarët, kur përgatisim ders, kur dom atë që kjo më na hike, ja dhe një pikë çuditse, ose rethekojmë, ose marim dhe një shënim aty afër, që këtë thuja xhamatit. Hoxalarët e vjetër këtë citap e kanë lexuar, tamam. Ky është sherhi I Molla Ali El Qariut, është një dietar shumë I madh. Dhe fjalë për fjalë tash e analizon sa vlera I jep Allahu Teala në këtë ajet. Ne ta lexojmë. Laqad ja'akum rasulun. Me të vërtet ju ka ardhur juve një pejgamber. Min anfusikum, nga lloji juaj, nga mesi juaj. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Do me thënë shumë I dhënë bas juve dhe ati I pengon çdo gjatë që juve të paktën në jetë këtë botën e kësaj dynjas ju mundon apo ju e siklete, strese e gajle e ku më për në botën tjetër. Prandaj se shumë I dhënët mbas neve, Haris kishte vullnet madh që këtë njerëzit bëhen musliman. Mirë po caktimi I Allahut ishte se shumicat nuk do besojnë. Allahu pejgamberit është I tha, shumicat nuk do besojnë. Pakica do besojnë. Dhe Allahu Teala neve na bëni nga ajo pakicë. Shumicat mesin ton, themi, ku jetën neve si musliman, dë besojnë, pakicat dë vinë në përderse. Shumicat dë falin namaz, që janë të udhëzuar, pakica dë vinë në për mezhliset njoj derse. Më thënë, Allah në ka boneve pakica, e pakicës së pakicës. Sa duhet të falendurim Allah në gjellë. Ja, e falem akshamin, elhamdulillah, gjemaat plot. Kur vejnë puna në përderse, jo, pret kafja, ka futbal, Europa League, ku e di, volejbol, basketbol, qënë ti shikojnë si përlajnë, o gjemat, subhanallah. Vajnë ne kemi shikua, po si fmi. Ma pa në lishojt e inqizimin e njët me ato qënë gjingaren qënë, ne me ndëshim se ta I fitojsh, se lush atë qenin kumar, a I ta lishon inqizimin e njët. Ta bon trikën. Bol kumar, fiton pare haram, plus edhe aty të mashtron, 2 herë haram. Edhe neve në kalujt që aty rinia. Elhamdulillah, në kumar s'kam rrujt. Ama dhe një reshtjen e veten aty që gjemati mos ndihet I vetmuar. Jo, edhe ju zbesoj se I keni bo ato gabime. Po edhe me I bo kena bo teube. Bismillah. Tash, ky dietar I madh Molla Aliul Qari, fjalë për fjalë fillon të analizojë këtë ajet. Thot, këtu ka disa përforcime për ta kuptuar më mirë Kur'anin, do të them këtë ajet. E para, Allahu Teala e filloi me betim. E filloi me betim, do me thanë, boni bije. Betohet, boni bije, po a ka nevojë Allahu të bëjë bije. Këtë e bon nga madhështia vete. Në një fjali përdor 2 betime. Ka ardhur një pejgamber, edhe shkronja le, edhe ajo qetra qad. Le qad. Ato që kanë studiu pak arabisht. Hoxalarët, sidomos të rinj që duan bëhen hoxalar, pa I ditë këto harfet, leja, çka simbolizon, qadi, çka simbolizon, kur vjen me fili madi me kohën e kaluar, çfarë kuptimi ka, kur vjen me kohën e ardhshme, çfarë kuptimi ka, kur një dobiz dhe kjenë për hoxalekit. Kot nuk thon, kot që bëhen hoxalar, ama, ku e di me si të thon, s'di, s'kam koment, ama, ma pa nuk dhe kesh vetë besim, nuk dhe kjetë vetë besim, dhe të vajnë bare dhe kun të marish fjalë të folish. Duhet lejen të adim çka kupton, çka nën kupton, qadi çka nën kupton. Laqad ja'akum, me të vërtetën e me të vërtetës u ka ardhur juve një pejgamber. Ma pa juve u ka ardhur. Allahu Teala I merr seriozisht ato pjesëmarrësit në Mekë, nga mesi juaj ka ardhur. Kush? Rasulun, edhe aty ka një tenvin. Pse nuk tha rasul, po ka ardhur një rasulun, pi ati unit që e shqiptojmë, del një kuptim shumë I madh. Një pejgamber shumë I madh, nuk o I thjesht. Tamam. Mapa, pse ka ardhur me foljen xhae? Pse tha Allahu Teala ju ka ardhur juve? Ka ardhur një pejgamber. Pse nuk tha është një pejgamber? Ka ardhur, shif, unë ua kam sjell mesin tuaj.
Shif, unë eva kam sjell në mesin tuaj, dhe këtë e kam bën njeri, më thënë nga mesi juaj, edhe ai ka jetu si neve, e ai ka fal namaz, ka marr abdes, ka mbajt ders me xhamatin e vet, ka ngju hallet e xhamatit vet, ka qajt me xhamatin, ka qesh me xhamatin. Thot të shqen me lajqe, njerëzit do kishin thënë, po s'ka fuqi njeri ta mbrieni me lajqe, ai për të mirë nuk do ndjekim këtë. A neve çash dembel që jemi, neve çash imbecil që jemi, kur na vjen diçka nga pejgamberi, themi, po ai pejgamber normal se unë s'e mbroj atë, po nuk ishte kjo poenta. Allahu Teala për çat e çoi atë njeri. Do me thanë, çdo gjë që ka bë ai në aspekte njerëzore, ka do gjëra që se ni bën njeriu, se nuk jemi pejgamber. Mirë pa ato që na i ka sugjeru me i bë, dhe me kemi takat t'i bëjmë. Hiç, mos e quajmë asaj pejgamber edhe talam. Këto futballerat, këto basketbollistët, kush mund bëhet sa ni që futballer shumë i fort. Ama shkon deri në fund njeri apo, ma pa mund dale pitetove, pi aty pi këtu, t'luje bashkë me ato. Shifar ambicje njeri. E në ti barëm, pse? Pitetove, dale një djetari math, themi të shkruje libra të hadithit, të shkruje libra të tefsirit, të përmendet emri ati me ulemat matë në dhe në botë, pse kësi ambicjesh nuk mbajmë? Apo? Mirë. Në më thanë nga mesi juaj. Mapa, thot që ju ka ardhur juve dhe këtu ka një isharet, se është një bereqeti madh, dhurat e madhe nga Allahu, po ta kish dërgu, thot, në kin, dhe kishit obligim edhe në kin shkojni ta gjeni atë pejgamber dhe ta mësoni atë fen tuaj. Po e kam dërguar në mesin tuaj, ju thot arabëve të Kureshit. Ja, që aty e keni, për dit e keni në lagjen tuaj, për dit e keni në shpinë tuaj, ndoshta, më ndrej vetë si ka besu. A më ne paramendoj shej. Subhanallah. Ja, Rabbi, ne jemi në gjendje, pa të vdesim be njëherë ta shof, sa të quem sahabi i pejgamberit, e na i për të mirë. A e ka pasën shpiç aty, kur ka qenë si fëmi, ndoshta ka lujt me atë, e ka pasën e si fëmi, kjo ka shenja shumë në dhaja, nuk o njeri thjesht, kur rejtet nuk i beson. Caktimi Allahu xhelle xhelal. Përta duhet shumë me ju lutë Allahit, ja Rabbi na ruaj imanin, na bëj musliman të vërtet, ja Rabbi, jo shumë fjalë vetëm. Mirë. Më thanë nga mesi juaj, apo, njeri ishte ai, nuk ishte me lajqe. Vazhdojmë tash. Imam Semerkandi, një dietari i madh i mezhebit ton, ka thënë disa e kanë lexuar kështu këtë ajet, jo enfusikum, po enfesikum. Atë ndron kuptimi. Mirë, po pakica e kanë lexuar kështu, kur bëhet në këtë kuptim. Do të thënë kur lexohet kështu, kuptimi bëhet jo nga mesi juaj, po nga më i miri juve. Do të thënë ai musliman, ai pejgamber ka qenë më i miri i gjithë muslimanëve. Kam dërguar një pejgamber në mesin tuaj, më i miri ka qenë ai. A ka problem në këtë kuptim? Jo. Mirë po, të në çështje të qiraetit. Që thot tash ky dietari i madh? Allahu Teala ja ka bën me dije këtë besimtarve, apo arabëve, apo besimtar banorëve të Mekës, apo gjithë njerëzve, varësisht për kuptimeve që i ngërthen ky ajet, se ua ka dërguar një pejgamber në mesin e tyre që e njifshin atë, dhe e dishin shumë mirë çfarë vlerash dhe virtytesh ka, e dishin shumë mirë se asnjëherë nuk ka gënjy, nuk ka rrejt as para pejgamberllëkit, e dishin se ishte njeri besueshëm, dhe mos e përgënjeshtrojnë, mos i thuajnë ati gënjeshtar, dhe mos e braktisin sinqeritetin ndaj ati, sepse a ishte nga mesi atyne, a ju rrit mesin e atyne, kite e dishin, për qatë, e në për hoxhallar ato, diçka e vlefshme kjo. Rritesh në mesin e një shoqnis, kur je fëmijë i ri mund të bësh do gabime, normal se si jemi pejgamber, mirë po prap kur e lash një sjellje adekuate, kur rritesh ma bëdhush po be, ma këti i ka hijet bëhet, hot se i ka do ti pare. Për çast sa jemi të ri, shif, musëm shkon të ndërmen shkollën fillore se dhe bëhem hoq një ditë. Ama duhet me urujt, ku e dish nesër mbas nesër ndrojsh, duhet lash fytyr për të bëh hoq. Pa jo nuk do bëhesh hoq, tash u binde se duhet ri me terlek, duhet lishoj mjekër të duke më mubarek. Atër sa je i ri, rruja të fytyr që e ke, edhe mo bon shumë krivina, mos diljen e shumë në për kafe, mos din në për kafe, sy janë këto, sy, po dhe të nxitet syni të kundi, ma pa dhe të mbaje ment ajo, kur dhe lishosh mjekër në terlek, dhe mbush e kitë muhallën, halli këti abo mubarek dhe those, Allahu gjithve në ruajt. Pandej, sidomos tash verës,
Hajdeni në xhami pa një kafe. Ama duhet ta mirë një termusin vet. Hajdeni këtu pa një çaj, sok, ujë, rreni në xhami bëjni muhabet nëse keni shumë nevojë për me bë muhabet. Në për kafe ku dalin vajzat e reja mos dilni. Mos dilni. Si mos dilni ju, as ato nuk do dalin. E në 2 sevape i bësh. E në vitin e rujsh, e në ato veç gra nëse dhe jenë dërmjet viti, po e në ato s'kan kujtja kalzojnë ato rache ku ja kanë bli, apo gjika në bli, e në ato ma pa dirujnë pi, gjunafeve inshallah. Kur dhe njën këto gratë dërë gjemat? Vajzat e reja kur dhe njën dërse? Si dhe njën dërse? E në ato s'kan fejt, është këtu sën hinë, apo? Kjo gjami, bura. Të kishin hinja 3, 500 veta, po si ishin këta zdigjitom. Ki 3! Zde kish vend për net martumit këto. Po. Do me thanë, nga mesi i tyre, mos i thunë gënjeshtar se e kanë ditë se është rritë mesin e atyne. Si fëmijë bile e kanë ditë se e sjellshëm ka qenë, dhe s'ka pas as një fis arab që mos këtë një lidhje fare fisnore me pejgamberin alayhis salam, se hikmeti Allahut e ka çu në familjen më të madhe dhe më të ndershme të arabëve, Benu Hashim. Mirë. Si mbaron të ajeti, bil mu'minine raufur rahim, për besimtarët ai pejgamber është rauf, shumë i but, rahim, shumë i mëshirshëm. Kanë thënë disa dietar, Allahu Teala ja dha 2 emra të tij nga emrat e vet edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Esmaul Husna kur do ta lexojni, Ar-Rahman Ar-Rahim, e dyta është Ar-Rahim. Ma tutje kalon Ar-Rauf, se di ka fillimi, ka fundi. Me kry kudusus mu'minu. Nëse Rauf kalon edhe ajo te Esmaul Husnaja. Tash këto 2 emra i takojnë Allahut. Ato 2 emra i emërton me këto 2 emra edhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që jo sa Allahu, mirë po, jo dhe sa neve. Është një mëshirë shumë e madhe në zemrën e pejgamberit, është një butësi shumë e madhe në sjelljen e atij. Ani ashtu njerit but, kur dhe lexojmë këtë kitab, vallai do them po se pas kom ditë me pejgamberin të. Çfarë butësish, çfarë shembush, çfarë tolerime, çfarë falmesh, vjen njëri ta vrasë ja fal jetën oti. Vjen ta vrasë në atë me arrogancë, thotë kush do të shpëtojë është ai ta, i thotë. Ai thotë Allahu xhalla xhelalu. Në izdrohet, i pek shpata pidore ati. Edhe e merë pejgamberi a.s. shpatën. E që, e rauf, shumë i but. Thotë, mos të lutem. Ani, banu musliman, jo, nuk du të bojmë. Ani, haj, mos u banën vesh, hes hupmo, ta fala jetën. Po kush mund të boje këtë beqëm? Cili pej neve be na sulmojt na vrase? Shpifje po, plot. Sidomos për që këtë hoxën tuj, vlejnë tuj, plot shpifje. Me pas unë fuqi, një shpatë më dhe ndorë. Apo, kërkun s'jemi ne me atë butësi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah i na fal. Ne qashtu jemi xhamat, për pak e për shumë. Allah i na fal. Se dia veç unë jam qashi prejshet. Thujni po hoxojnë e net, lutem më mlini vetë se faliminderit. Po si hoxha si xhamati, që prejtni. Ja, nga 2 emrat e Allahut i posedon edhe pejgamberi sa. Rauf, Rahim. Tash një ajet tjetër, një shembull tjetër ku e lavdëron Allahu Teala pejgamberin e tij të dashur sallallahu alaihi wasallam. Dhe e marr këtu se mu zu qafa. Allahu Teala thot, Surja Ali Imran 164. Prap me leqad fillon. Leqad, vërtet me të vërtet. Betohem se me të vërtet, thot Allahu Teala. Men Allahu alel mu'minin, u ka bot mira Allahu Teala besimtarve, idh ba'athe fihim rasulen, sepse u dërgoj një pejgamber min anfusihim, nga vetja e tyre, nga lloji i tyre, nga fisi i tyre. Yetlu alehim ayatihi, dia lexoj ajetet e Allahut, do thon Kur'anin do lexoj atyne. Wa yuzakkihim, dhe do t'i pastroj ato nga cytjet e shejtanit, do t'i pastroj nga këto virtytet e këqija që i posedon njeri, çato parës unë që i përmenda. Ha? Andal më. Atër ta lezëm e njëra, ba? Leqad menna Allahu alel mu'minine. Allahu Teala i ka bot mira besimtarve që e dërgoj atë pejgamber në mesin e tyre, dva lezoja ajetet,
do me thanë ajetet kuranore. U yuzekkihim dhe ti pastroj ato besimtar nga që këto cilësit këqija që i kemi neve. Kooperacia, ku e di inati, ku e di dyshmanleke që i kemi ndërmjet veti. E shojsh se i shkojnë punët mirë, i bon sihr t'i prejshen punët e je mirë me mendbe. E qaj pejgamber të pastron nga këto punë. Një njeri që një herë lexon një hadith nga pejgamberi, s'mund miret me këto punë. S'mund miret me këto punë. E merr vesh se filani dhe e lype atë vajs, me njerë që në shku s'këndej dhe kyta lype atë vajs, pa kalojnë Riyadu Salihin. Ai pejgamber ka thënë, jo këshu, se kjo diçka e përlyer që e ke brenda. Shif, na pastron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuallimuhumul kitabe wal hikme. Dhe ai pejgamber ja mëson besimtarve kitabin, Kurani Kerimin, wal hikmete dhe sunnetin, praktikën e tij. Tamam. Në Kur'an kalon se sunneti pa tjetër të besohet. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, edhe pse më herët ishin në një devim të qartë. Njerëzit që s'kishin pejgamber, thuhet në për tefsire dhe sherhe, koha fetret që i thunë, mbas Hazreti Isës, deri te pejgamberi alayhis salam ka qenë afër 600 vite. 600 vjet nuri i pejgamberve nuk ka shkel këtë dinjë. Për çat njerëzit shirk kanë bë, vrasje kanë bë, vjedhje kanë bë, imoralitet kanë bë. Këtë punë të këqija i kanë bë dhe tash vjen një pejgamber, sidomos në mesin e arabëve që ishin përhap të këqija shumë dhe pe aty del nuri më i madh dhe pite ato arabët e vështirë për hapet sjellja më e bukur, më e mirë. Ebu Bekrat, Omerat, Othmanat, Aliat e vërtetuan këtë. Një ajet tjetër. Thëmë mirësit i numron Allah që ja ka bo besimtarve. Kema arselna fikum rasulen. Me ndojnë mirë ashtu që dërguam juve një pejgamber. Minkum nga lloji juaj. Jetlu aleikum ayatina. Që u lexon juve ajetet tona të Kuranit. U yuzekkikum që ju pastron juve. U yuallimukumul kitaba wal hikme. U yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dhe u mëson gjërat që nuk i keni ditur kur gjos kemi ditë xhamat. Një njeri që udhëzohet, që fillon të fale 5 vakët namaz, që e kupton se pas ka një pejgamber shumë të dashur, këta të kaluarën duhet të quhet zero. Unë kur gjos pas kam ditë. Jani, kur është gota e shprazët, mbushet me ujë. Te nëse e ke mbush këtë me gjubre, sa të dush mbush ujë, ajo veç dhe dale gjubreja për jashtë. Pa dhe marrë një kohë derisa të pastrohet. Ne duhet të shprazim këtë gotë. Thanë zemrën duhet të shprazim për kitë atin e bindjeve, ideologjive, akideve që na janë mësuar më herët kurse njifshim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo mund të jetë në shkollë që e ke mësuar, në lagje që e ke mësuar, ku e di një aktivitet që e marr, zero formati i bi vetes, tash pejgamberi alayhis salam do më pastroje mua dhe këtë gotë, këtë nur ai do të më mbushe mua. Çashtu duhet vim edhe në përderse xhamat. Pi mie, jo, pi që këtij qitapi inshallah. Tamam. Unë këtë vathem një mangësi që e kam pas unë, se më shenë dalin zezat në mejdan, po këtë njerëzit kena pas cytjet shejtanit, apo gabime dhe vezvese. Nuk është mirë xhamat, me shku qof në xhuman ders, qof në mezhlis ders, apo qof kur marrim një kitap të lexojmë, për fen islam e flas, për fizik, kimi nuk flas. Kur lexojmë për fen islam, apo kur dëgjojmë, nuk na takon të vlerësojmë. Që këtë po e në gjutë që këtë vllatë të dashur që e keni, për dikën ndoshta një urryer, nuk flas për këtu. Ngjonja që këtë, mos ngjojmë derse për ta vlerësuar hoxhën. Mos lexojmë kitape për ta vlerësuar autorin, vetëm për të përfituar në kurrë tjetër. Përndryshe, hiç as mos e ngjo, e as mos e lexo, se ma kesh të dalë hesapi. Qadi Iyadi këtë jetën ndoshta ja ka fal ta shkruaj që këtë kitap. Që aty mbas një shok në pyti, hoxha gjyot që ki qitap. Ai qitap është El Musannef i Ibn Ebi Shejbes. 40.000 hadithe për afërsisht. Kam bledhë ai qitap. 40.000 hadithe xhamat, unë nuk i di për menç. 40.000 hadithe ndoshta së më ka ndodhur një ti lexoj. Ai kam bledhë, i ka shqyrtu, i ka analizu dhe e ka shkruar atë qitap. Përshat kur dhe marrish qitapin ati në dorë, ja Rabbi, më falë, rujëm, aman më shkoj dhe një mendimi kesh dhe një cytje në zemër apo në mendje për këtë dietar të madh. Që ashtu duhet lexojmë libra apo të ngjojmë hoxhallar, tamam. Jo të shkojmë, më la shumë për shtypje hoxha, ke shumë i marr. As këtë mos e thuj. Mos e thuj be. Thuj përfitova shumë nga ai hoxha. Ne nuk jemi që të vlerësojmë, tamam. Po e preku gajretullahin i thujnë ulemat. Po preku në caktimin e Allahut kjo fjala jote, mund të bjerë si bumerang pastaj, se nuk është mirë ai që është ma poshtë
me vlerësua që është më nalt. Unë s'jam kërkushi që do ta vlerësoj punën e Qadi Iyadit. Atë mund ta vlerësojnë vetëm dietarët që kanë qenë në nivelin e atij. Unë këtë kitap e kam lexuar vetëm për të përfituar dhe me ju e lexoj që edhe ju të përfitoni dhe kaq. Këtë parim ta mbajmë, shumë dhe përfitojmë xhamat. Shumë dhe përfitojmë. Mirë, vazhdojmë tash. Nga mesi juaj, edhe në këtë ajet kalojnë nga mesi juaj. Çka do thotë? Që këtë arabët kanë një fare fisni me pejgamberin a.s. Ai është nga familja më e ndershme dhe ka thënë pejgamberi a.s. me një hadith që transmeton Ali ibn Abi Talib, thotë lejse fi abaihi min ledun Ademe sifahun kulluna nikahun. Te prindërit e mi, do me thënë nga pas parardhësit e mi, deri te Ademi a.s. nuk ka ndodh as një zina. Do me thënë, gjitha marrëdhëniet ka ndodh me nikah, derisa erdhi tek une, që edhe une të lindi nga një nikah. Cili pej neve mund ta pretendoj këtë xhamat? Tamam. 4-5 brezna i dim gjyshit që kemi pas. Ma tu që edhe nuk i dim kush kanë qenë bile. Pejgamberi a.s. thot, deri te Ademi a.s. jam me nikah. E ky është vërtet një trung familjar më i pastër. Ibnul Kelbi, një dietar i madh i Ensabit. Ensab xhamat është një lant, një disiplinë që merret me studimin e trungjeve familjare. Sidomos arabët kanë pas kulturë të madhe në këtë lëmi, në këtë disiplinë. Thënë kanë studiu brezna e brezna. 7, 8, 9, 10, 100 e kusur, ndoshta të njerëzve dhe familjeve. Dhe thot, e kam studiuar trungun familjar të pejgamberit a.s. nga ana e nanës, nga familja e nanës. Shkova deri në 500. 500 nanat, 500 paraardhës nga familja e nanës. Nuk gjeta asnjë zina. Këtë martesat kanë qenë me nikah, subhanallah. Ibn Abbasi radiallahu anhu thot, wa taqallubaka fi sajidin, që një ajet tjetër ku Allahu Teala e lavdron pejgamberin. Taqallubaka, rrotullimin tënd në mesin e atyre që bëjnë sejdë. Allahu Teala thot, e kemi parë se ti rrotullohesh në mesin e atyre që kanë bërë sejdë. Çka do thot kjo? Thot Ibn Abbasi, nga një pejgamber te një tjetër. Nga një pejgamber te një tjetër të rrotulluam si nur, si dritë, derisa dole si pejgamber. Pejgamberi jon sallallahu ishte nga duaja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Dhe me analizu trungun familjar të ati, del te Ismaili alayhi salatu vesselam. Gjafer ibn Muhammed e Sadiq, që është stërnipi Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, në më thënë edhe ka nana edhe ka baba zateken te Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe ka thënë, 2 herë kam lind nga Ebu Bekri. Thënë, edhe familjen ka nana e kom, edhe familjen ka baba e kom nga Ebu Bekri. Për qatë, për neve shqiptarët, është pak absurd dhe kjo, 7 brezna, 100 brezna i kimi në do fjalë, te Ibn Kathiri e kom pa në tefsir, se kjo na ka mbet nga feja krishtere. Që kjo 7 brezna. Ato e kanë këtë tradit. Te ne s'ka, te ne vesh breze i parë. Strikt, ma tu që, mos u martobe nëse je shqiptar. Mos u marto se s'do kesh muhabet, do të nxjerrësh fesate, katastrofë do shkojë jeta, ama haram mos i thuj, le, mo hyn ato temat e. Mo hyn ato tema se shkoi pejgamberi alayhis salam sipas teje. Shkon Hazreti Aliu, shkon Ebu Bekri. Shef nistër gjyshe kanë baba edhe nana. Do me thënë, gjemin gjallar, cëpësa min gjek hesapi, apo brezi, 2 brezi 3, dhe kunt janë zatek. Neve, dhe jemi musliman të qitapit, qka thash? Para këti dersi, 0 do t'i lam ato që i kemi dit, apo? Do me thënë, ato ideja tona, ja, i lam anësh, neve tash pejgamberit në voje terbije. Qka do të thot? Do me thënë, nga një pejgamber, në një pejgamber të kemi rotulluar. Gjafer ibn Muhammed e Sadiq tha, Allahu Teala e diti se sa të dobët dhe jenë njerëzit, se së ndarin halis të i bëjnë ibadet Allahut. A mund i bëjmë halis ibadet Allahut, xhamat? Ja. 3 recate farzin e akshamit e falim, 30 gjana na kujtohen. Nëse ke harru diçka, lidhu tash fali 2 recat namaz, pos të kujtu, që, s'di çka të thonë. Këtë në ulemate kanë thonë. E qka bëni Allahu Teala? Ua bëni të ditur se ua ka dërguar një pejgamber
që ta din se në përmjet që këti pejgamberi vetëm do të arrin halis ibadetin e pastër. Dhe vëndoj atë në formën e tyre, në dukjen e tyre, a i vetëm në dukje ishte si në njeri. Mirë po mbrenda, në botën shpirtnore. Allahu Teala ati ja mveshi petkune mëshirës dhe butësisë, ma pa e nëzori atë si përfaqësues i vërtet, përfaqësues sadik i sinqert në mesin e njerëzve. Çka do të thotë sadik? Përputheshte fjala e ti me veprën e ti. Kur thoshte la ilahe illa Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë e vërtetonte në vepër. Nuk frikeshte se do e kërcënojnë, nuk frikeshte se do jese pa punë, nuk frikeshte se do mbese pa martuar e kështu me radhë. I jetoj që ato synete që u desh të jetoje dhe a e la Allahu Teala në lloç asnjëherë. Nëse atë nuk e ka lënë në lloç, Allahu na thot ndjekni atë rrugën e atij, neve atë na lanë në lloç asnjëherë. Atëherë te Allahu s'ka problem, te pejgamberi s'ka problem. Ku qenë ka problemi? Te neve xhamat. La ilahe illa Allahi Rasulullahit nuk qenë ka i njëjtë me atë neve që e thujmë. Do me thanë, neve nuk qenë kemi sadik. Nuk përputhet fjala jonë me veprën tonë. Allahu Teala na falt. Pastaj, Allahu e vendosi dhe caktoi që kështu. Kush do më ngjoje që këtë pejgamber do ta quajë se më ka dëgjuar mua. Kush i bindet atij, më është bind mua. Kush i ndihmon atij, më ka ndihmuar mua. Thot Allahu Teala në Kur'an, me yuti ar-rasule faqad ata Allah, që kush i bindet atij pejgamberi, me të vërtet i është bindur Allahu xhalla xhelalu. Në një ajet tjetër Allahu Teala thot, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ty të kemi dërguar vetëm si mëshirë për gjitha botnat. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, lidhje me këtë, kush i bindet pejgamberit është si mi u bind Allahut, që thot Allahu, ka thënë një hadith, thot, kush më do mua, e don Allahun. Men e habbeni, faqad habba Allah. Kush më ka dashur mua, e don Allahun. Një njeri që ka problem me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai arabi që i thot, ai është qafiri më i madh këtë dinja. Shumë profesorat të tillë ka, shumë kojshi kemi të tillë, shumë xhamatli në xhamia kemi të tillë, po ja neve jemi pakica e pakicës Allahit shqyr. Ja. Do vjen një hadith pejgamberi alayhis salatu wasalam, sikur e din se 2025-ën çka do bisedohet mes ne muslimanëve. Ai arab ja thonë astaghfirullah. Thot ti dojni arabët se unë jam arab. E na ashtu është xhamat. Kur e duash një njeri, themi çe, pi dobroshti, unë e du shumë vllaun tim. Automatikisht kur unë vete kush tjetër unë jam pi dobroshti plus një ndjen tepër e kam hatri këtij tjetrit. Po pejgamberi be arab. Po hoxha pse aska idiot arab. Po menxhaj vet ishte arab, çaj që thash, që ka jetë për atë. Ebu Xheli ishte arab, tamam. Ama tash hatri i pejgamberit që ka qenë, kur do flasim për arabët, pak me terbije. Se po shkon fjala deri te pejgamberi, atëherë digjemi Zoti na rujt. Ha, ka të vështirë. Sidomos arabët janë shumë të vështirë, ato që janë xahila e në qafira. Mirë. Dhe kush më kundërshton mua, vërtet e ka kundërshtuar Allahun xhelle xhelaluhu. Ebu Bekr ibn Tahir, një dietar thot, Allahu Teala e ka stolisur pejgamberin alayhis salatu wasalam me bukuritë e rahmetit e mëshirës. Prandaj vetë ekzistenca e atij pejgamberit alayhis salam ishte mëshiri. Vetë që ekzistonte ai, që mirë të frym mesin e muslimanëve, ishte rahmet, ishte mëshirë. Prandaj kur shkojnë në Medinë, mund ta shehni se më ndrejshë ndjehesh në Medinë kur bësh umre. Këtë e kemi me përvojën e shumë muslimanëve. Është bereqeti se aty hala ekziston trupi i bereqetshëm i atij. Ka një freski tjetër, ka një butësi tjetër Medinë. Është aty burimi i këtë aty në butësive aty. Mirë. E ka bë alis rahmet dhe gjitha sjelljet e tij ka bë të bukura, krejt duke u bazuar në këtë fuqinë e rahmetit mëshirës. Dhe kë prek diçka, kush ka hise nga i rahmet, domethënë ti besoj, ta doj atë pejgamber, ai ka shpëtuar në këtë dy botnat. Edhe në këtë dinja, edhe në botën tjetër. Do të shpëtoj nga çdo send i papëlqyer. Allahu Teala do të ruaj ty, do të ruaj familjen, evlatët e tu. Ta arritish fëmin me dashni për pejgamberin. Ta bëjsh terbije ti thush mos e pejgamberi kështu nuk do kishte bë. Tamam. Ai që ka hise nga kjo mëshirë, ai që do e do se këtë pejgamber, do të arrije në çdo të dashur në këtë dynja dhe në ahiret. Do të thonë diçka që e meriton të duhet
Ajo është rizaja Allahut xhelle xhelal. Ato janë punët e mira, ibadeti i Allahut. Nëse e dush pejgamberin, nuk mund të rresh atë ditë pa i fal 5 vakët namaz, garant e kikët. Përveç ne duhet ta kultivojmë dashnin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Neve nuk dimë si duhet edhe ta duam pejgamberin. Ne mendojmë se është një mit kështu legjend, po ka pas pejgamber. Nuk duhet ta njofish lloj im dhe i yti. Dhe kur dia lexojmë rastet që i kanë ndodhur, shumë të ne rasteve ndoshta do e gjesh edhe veten aty. Po unë jam sprovuar me sende të ngjashme, do thush dhe do marrish fuqi pe atij. A nuk e shes Allahu Teala ka thënë, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe ishte edhe jeta e atij, edhe vdekja e atij ishte mëshirë për këtë dynja. Po ha jetën e kuptojmë. Vdekja si do jetë? Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur ja do Allahu Teala një populli të mirën, e merr pejgamberin e tyre në botën tjetër. A ka vdek pejgamberi alayhis salatu wasalam? Po. A shkojnë në botën tjetër? Po. Mirë, po a u zhduk? Jo, trupi i tij është aty në varr. Bota e varrit ekziston. Molla Lukari thot, "El mutaqad annahu hayyun yurzaq." Duhet besojmë që kështu, se ai është i gjallë dhe hala furnizohet me të majrat e Allahut në varr. Se ka ajet për këtë, apo shahidët, mos i thuni të vdekur, apo. Aty në ala u jipet, gjë u jipet shahidëve, rresku jipet, kit majrat u jipen. Ushqime shumë më të mira që hamnë në këtë dynja, aty në u jipen në varr. Ndjenja shumë më të mira që kemi neve, u jipen aty në varr. E shahidi më i madh është pejgamberi alayhis salam. Mos besojmë se është dukej. Mos besojmë si do hoxhallar të Arabisë Saudite që thonë, "Çki shkopi jem, bastoni jem, vlen më shumë se ai pejgamber." Stakfirullah hasha ve kella. Pse tha këtë? Ai thot ka vdek mo, s'ka dobi për muslimanët. A shkopi jem thot ka dobi, mund krysh në një punë me subhanallah. Këtë fjalën e thot një njeri që 1 gram ka respekt për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. 1 gram, 1% me pas dashni. Ama më vjen keq të rritë që shkojnë të studiojnë atje, këtë njeri e marrin si referencë edhe bazë. Sigur u përmendem një atij tek. Tamam. Keni kujdes. Keni kujdes nga kush e mësojnë fen islame. Nuk mësohet feja islame nga njerëzit që s'kan respekt dhe dashni ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mund të duket pak bezdi, po derisa të nxefemi të hymë në për temat e vërteta të qitapit, mund pak sikur, apo të vje rand, hajbe mund, gjika, ki qitap, e ndjevën, e rejni ratë. Po, kur ja do Allahu Teala të mirën një populli, e merr pejgamberin e tyre para atyne, një si rastion. Fe gja'lehu leha feratan wa selefen. Dhe atë pejgamber u a bën para prijës, do me thanë, shkon i pari aj atje, të na bëje neve hazër terenin, dhe të na preset na bëje shefat në dërmjetësim në botën tjetër, që këshu është khajre dhe vdekja e pejgamberit për ummetin e vetë. Imam Semerkandi ka thënë, mëshirë për gjitha botnat, edhe për njerëzit, po edhe për i xhinet. Larg qofshin, a themi, jo, pse? Edhe ato janë besimtar. Për i xhinet musliman, është rahmet ai pejgamberi i dashur. Disa dietar që janë karthar, jo vetëm për besimtarët, për gjitha krijesat, jo vetëm për njerëzit, për gjitha krijesat. Për besimtarin do jetë mëshirë se bëhet sebeb të udhëzohet, ta gjej rrugën e xhamis. Rrugën e xhamis, xhamat. Dikush ndoshta se ka ditë, këto pas ka xhamaj, apo në atë lagje ndoshta ka jetu 30 vjet. Nuk i ka ditë tetov se xhamia ka. Ama vetë xhamin e pashë se ka ditë, ajo vërtet, si thujnë, krye vepër ajo. Vërtet dënjerë mdel, e në televizoret e Turqisë dënjerë e japin, vinë këndeve, vizitojnë e incizojnë, thëmë unë e përdit aty e kam atë xhami të bukur, kur e shopin televizi, thëmë, au ma e bukur qenka. Njeri ashtu është, kur e ka atë vetën si adin vlerën. Kur vejnë dë një jabanxhi, ta vlerësoj e thush, po. E diçka, la ma e bukur të xhami e pashës ishte Mulla Mahmudi jonë, rahmetullahi alej. Tamam. E kjo rahmet vjen pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që hidajet e gjetëm rrugën e xhamis. Rahmeten lil munafiq, po është mëshirë edhe për munafikun. Le të jetojnë këtë dinja, le shtire sikur beson. Të na mashtrojnë neve. Hatri i pejgamberit si na ka mësuar ai neve ti trajtojmë ato, i lam të gjallë këtë dinja. Nuk i vrasim apo. Dhe ka thënë pejgamberi, juve do gjykojni me atë që e shifni. Ai e thot shahadetin, tamam, është musliman, themi, ne nuk përzihemi në botën e brendshme.
Po është rahmet edhe për jo muslimanët se nuk ndëshkohen me njerë në këtë dynja, po të ndëshkohen vetëm botën tjetër. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ma ka thënë, është rahmet edhe për besimtarët, edhe për jo besimtarët. Pse? Sepse hatri i pejgamberit, këtë ymmet, kërthemi këtë ymmet, njerëzit që kanë jetuar në bas pejgamberit deri në kiamet. Pavarësisht a i kanë besuar apo jo. Tamam. Kësa i thunë ymmeti davet. A neve që i kemi besuar, ne jemi ymmeti i xhabet. Do me thënë, neve e kemi pranuar thirrjen e pejgamberit, elhamdulillah, edhe ajo dhuratë e Allah. Thot, pse është rahmet për besimtarët, e për jo besimtarët, sepse hatri i pejgamberit, Allahu Taala na garantoi se në dëshkime për gjithshme kështu, këtë botën që do e kaploje, nuk do dërgojë në këtë vakët, si ka ndodhur me ymmetet e kaluara. Vërshimi që ndodhi vaktin e Hazreti Nuhit, Hazreti Lutit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Tregohet se pejgamberi a.s. me pyeti Xhibrilin a.s. A të ka prekur ty ndonjë mëshirë nga unë? Se Allahu Taala thot mëshirë për gjitha botnat. Ti si Xhibril, që edhe pejgamberi me laqeve, a të ka prek ndonjë mëshirë? Xhibrili a.s. tha, "Naam po." Edhe unë si me laqe bile ta pash hajrin ty, ja Resulallah. Me laqe nëse ja ka pa xhema që s'kan gjunafe, sidomos Xhibrili a.s. ku mbeti për neve gjunaqarët. Thot pejgamberi a.s. Ndërmjetësimi im do jetë për gjunaqarët më të mëdhej të ymmetit tim. Do me thënë, për neve që bëjmë shumë gjunafe, është ndërmjetësimi ati. Nuk do bëjmë ndërmjetësim të Ebu Bekri radiallahu anhu, të Hazreti Omeri. Ato e garantuan që është këtë dynja. Për gjunaqarë të mëdhej si neve, do jetë ndërmjetësimi ati, inshallah. Amin, ja Rabbina e bëjnë nasim. Thot Xhibrili a.s. Unë e kisha frikë se si do të përfundoj. Aman, Allahu mos më amale këtë cilësi të melaqes që e kam, e në mos më dëshkoje. Po u sigurova, kur më lavdroj Allahu Teala mua në sajën tënde. Në Kur'anin që të zdripi ty, Allahu Teala tha në Kur'an, dhi kuvetin, inde dhil arshi mekin, muta'in, themme emin. Ty këtë Kur'an të zbret një melaqe shumë i fuqishëm, dhe shumë me vlerë të madhe të Allahu Gjelle Gjelalu, dhe është muta'in themme, te bota e melaqeve atje në qiell, respektohet shumë Hazreti Xhibrili a.s. dhe selam. Dhe është emin i besueshëm. Atëherë, nëse Allahu Teala më ka thënë mua i besueshëm, fjala e Allahut nuk ndryshon, pi aty e kuptova se edhe fundin do ta kem mirë. Dhe kjo u bën sajën tënde ja Muhammed. Në Kur'anin ty që të zbriti, Allahu Teala e dha këtë përgëzim për mua. Xhafer ibn Muhammed as-Sadiq, stërnipi e Ebu Bekrit, parës që u përmend, e bën tefsir tash këtë ajet. Surja Al-Waqi'a, ajeti 91. Feselamun leke min ashabil yemin. Selami qoft leke për ty, ja Rasulullah, min ashabil yemin, nga banorët e xhennetit. Çka do thot? Selami qoft bike në sajën tënde, thon hatrin tënd që këto i kanë bë banorët e xhennetit, subhanallah. Do me thënë as namaz jon, as agjerim jon, as i zeqat jon një 40, nuk dhe që të nashtijen xhennet, subhanallah. Po djetë hatër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse be hoxha? Po ai mu ishte, as namaz nuk dhe kishim. Ai mu ishte, as agjerim nuk dhe kishim. Ai mu ishte, as zeqat, as iman, as shadet, as kurgjo nuk dhe kishim. Thanë, piknisja gjithshkaj dhe gjdo të mire në botën e krijesave është Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Allahu Taala po ashtu thot në Kur'an, dhe me këtë inshallah do ta mbarojmë. Surja Nur, ajeti 35. Staidhu billah, bismillah. Allahu nuru semawati wal ard. Allahu është nuri i semawatit dhe, do të thënë, qiejve dhe tokës. Ulemat kanë thënë, nur do të thotë ndrit, drita e qiejve dhe tokës. E po tash mund të na kesh kuptohet apo Allahu sigurisht drita duket me sy, është ndriçuesi i qiejve dhe tokës. Është udhëzuesi i banorëve të qiejve dhe banorëve të tokës. Është udhëzues që nxjerr banorët e qiejve në dritë dhe udhëzues i banorëve të tokës në dritë, do me thënë neve. Allahu është kështu nuru semavati wal ard. Prandaj mos e kuptojmë Allahun si kështu dritë, u kallu fek kështu astaghfirullah, tamam. Për Allahun duhet besojmë shumë pastër xhamat. Çdo gjë që na shkon ndërmend, që aty brenda, që mund të krahasohet me diçka, ta dish se Allahu nuk është ai. Tamam.
Methelu nurihi, e ta shembulli i nurit është ke mishkatin fiha misbah, është si një mishkat xhamati thon dritareve mirë po pa xham aty. Shtëpiat e vjetra për të vendu aty dëni qiri ose dëni thojmë një kandil, kanë bërë një gollë në mur që aty ta vën llambën. Mishkati thon çasaj. Shembulli i dritës është që siç ajo zgavra që aty gollja në mur, fiha misbah dhe aty të ketë një kandil, themi një qiri. El misbahu fi zujaj, ai kandil të jetë në një xham, të llambat e vjetra pi xhami me zejtin që i kanë kallë çato. E zujaj kanë ke bundurri. Ai xhami sikur të jetë një yll që shkëlqen, yuqadu që ndizet min shajaratin mubaraketin, që ndizet nga një pemë e bereqetshme që është zejtunetin nga zejtini. La sharqiyya wala gharbiyya, ai zejtini nuk dihet as i lindjes, as i perëndimit. Hoxha kurrë nuk keni ato kuptu, edhe unë. Nëse unë me komentime e di ku duhet ta nces këtë tefsir, mirë po, inshallah do mundohemi. Yekadu zaytu ayudi walau tem ses hunar nurun ala nur. Po thuajse ai zejtin, ajo dritë shkëlqen edhe pse hiç nuk e ka prek zjarri. Do me thënë, këtë dinja për ta kallat kandil duhet kalli zjarr. Nuri i pejgamberit alayhis salam nuk do as zjarr bile. Kuptohet, shumë i qartë është. Dritë të madhe bën. Yedillahu li nurihi men yasha, për ka i dritë, për ka jo dritë, për ka i nur, Allahu udhëzon këtë dojë, do të thonë për ka jo drita e Muhammedit alayhis salam, u yadribullahu al-amthale lin-nas, Allahu çeshu jep shembuj njerëzve, wallahu bi kulli shay'in alim, Allahu Taala din gjithçka. Mo gabojni ta lexoni përkthimin e Kuranit. Mo gabojni të lexoni Kur'an me përkthim, mo gabojni të lexoni Kur'an me përkthim. Po e lezove këtë ajet dhe e mendojsh Allah në gjubo, është aja zejtina, kandila, drita, gjubo. Mos nëse shejtani hazër pret. Pa i lexunja 10-15 tefsire, mos lexojni përkthim të Kuranit. Eja, unë bile që kom përgatit këtë ders, po nga trunë zejtini, ajo lindja perëndimja. Mos një. Tash dhe marim pak komentime. Ka'bi el Ahbar, që është një pej ulemave të sahabet pejgamberi që e ka bërë komentim Kuranin. Dhe Ibn Xhuberi kanë thënë, methelu nurihi, shembulli i dritës, nuk referohet te Allahu. Shembulli i dritës së Muhammedit alayhis salatu wassalam është siç ajo që kandili që shkëlqen nxjerr dritë të bukur e kështu me radhë. Ndërsa Sehli ibn Abdillah ka thënë, Allahu Taala është që udhëzuesi i banorëve të qiellit dhe tokës. Ma pa ka thënë që shembulli i dritës së Muhammedit alayhis salatu wassalam është, po ai kandili dhe ai xhami që simbolizon, në nuk punon sa ati kot, këta ujna për jatëse. Ai kandil kë e simbolizon farën e paraardhësve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po ai zejtin kë e simbolizon, që është i bereqetshëm, është Hazreti Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Për kthimin e Kuranit këtë se ne kuptojsh loçk. E kuptojsh vesh një zejtin. Dhe hajt më vëzitin të shkësh në market dhe blish maslinka. Nuk i qaset këshu Kurani Kerimit, tamam. Pa i lezu ulema çka kanë thënë, kot. Tamam. Po misbahi ajo drita çka është brenda, do të thënë pema e zejtinit që ka Hazreti Ibrahimi alayhis salam. Ai xhami aty themi që e fara, piku ka hec nuri i pejgamberit derisa dale si njeri. Po ajo drita i kandili zemra e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Pi aty del një dritë aq e madhe që Allahu Ta'ala ndriçon këtë njerëzim. Mirë. Me këtë atër mund të mbarojmë se u bon 50 e kusur dakika, edhe sa dakika ka për jatësi, si pas asaj bërëm edhe 26. Mirë, me që thamë këtu dhe ndalim, këtu mund të ndalim, Allahu Ta'ala në bëf nasip të kuptojmë sa ma mirë këto. Nuk është qitapi thjesht. Nuk o kështu qitapi thjesht, shkova të hoxas mora veç kur gjanë, normal se është pak qitapi vështirë. Edhe unë në vend rënd pak dënjet do përkthime t'i bëj, po përgatitemi, Allahu Ta'ala në e letësoft, në e bëv nasip t'a kuptojmë me ditë shpajrt, ndoshta kështu tekstin se kuptojmë si duhet, shpirti t'a kuptoje. Shkurtimisht, nuri ma i madh është pejgamberi alayhis salatu wassalam, ta je kemi udhëzimin dhe kaq. Pa pejgamberin nuk shkohet askundi. Allahu Ta'ala mos na largoft nga rruga e tij, na bëf nasip të flijojmë
çka duhet në këtë dynja që të ecim në rrugët e atij. Neve bashkë me fëmijët tonë, me familjet, me talebet dhe të afërmit. Allahu ju shpërbleft për sabrin që bënët. Javën tjetër shifemi. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.